5 gabime që mund të bëni në blerjen e pronës tuaj të re. Gabimi i parë dhe më i madh, mos verifikimi i dokumentacionit të plotë të pronës. Në momentin që kërkoni të bleni një pronë, duhet patjetër të kontrolloni certifikatin e pronësisë, e cila duhet të jetë origjinale dhe e përditësuar. Kërkoni të dini nëse prona ka një hipotekë dhe nëse është e regjistruar në kadastrin e shtetit. E kërkoni gjithmonë dokumentacionin e plotë për pronën që kërkoni të blini. Gabimi i dytë, mos konsultimi me një notar apo jurist përpara kryerjes së transaksionit. Asnjëherë mos jepni kapar apo para pagesë pa një kontratë porosie ose një kontratë rezervimi të nënshkruar te noteri. Gabimi i tretë, të marrësh vendime emocionale dhe jo racionale. Shpeshherë blerësit dashurohen me pamjen e parë të pronës dhe nuk kontrollojnë disa detaje të rëndësishme të saj. Kontrolloni gjendjen teknike të banesës, koston e mirëmbajtjes që prona juaj e re do të ketë në vazhdim, si dhe atë çfarë rrethon pronën tuaj, lagjen, zhurmat, afërsinë me facilitetet e ndryshme si supermarkete, shkolla apo farmaci, si dhe afërsinë me transportin apo me rrugët kryesore të qytetit ku prona ndodhet. Gabimi i katërt, të mos krahasosh çmimet e tregut. Gjithmonë krahasoni çmimet e pronave të ngjashme në zonën ku kërkoni të blini. Krahasoni çmimet e ndërtimeve të reja me ato të vjetra si dhe cilësinë e ndërtimeve që këto ndërtime ofrojnë. Gjithashtu mos harroni të kërkoni mbi kushtet e pagesës që prona juaj e re ka, nëse kjo pronë mund të blihet me kredi apo jo, në rast se mund të blihet me këste dhe cilat janë planet e pagesës së kësteve. Gabimi i 5 është nënshkrimi i kontratave të njëanshme ose të paqarta. Duhet të keni kujdes që kontrata që po nënshkruani mos të jetë e njëanshme për shitsin apo për ndërtuesin që po ju ashet këtë pronë. Gjithmonë tregoni kujdes për afatet e dorëzimit të parashikuara në kontratë, për penalitetet në rast se palët nuk përmbushin detyrimet e tyre, apo për detyrimet të fshehura që prona juaj mund të ketë, si për shembull taksa apo kosto të ndryshme mirëmbajtje. Dhe këshilla përfundimtare, në rast se nuk jeni të sigurt për këto 5 gabime që mund të bëni në blerjen e pronës tuaj të re, punsoni një agent profesionist, do t'ju kushtoj më pak se sa të bëni gabime të mëdha.